Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin Adi Tesla e për shka bëhet fjalë këtu për Tesla. Thash t'ja uroj urime, sidomos atyve që jetojnë në Gjermani, se së shpejti do të vjen FSD, do më thonë full self-driving, që është që vozi Tesla vetë edhe në Gjermani. Si pas disa informatave, e pash edhe dëgjova se qëtë muj, do më thonë në korrik, mund mu legalizu FSD-ja në Gjermani. Që që këmë përmen me një video se deri stash është në për 5 shtetet Evropës e lejume, ja është Holanda, Belgjika, Danimarka, Litvania dhe Islanda mdokët, qëto 5 shtete, e stash po dojnë edhe në Gjermani me leju. Kështu që prej korrikit mujna me vozit pa dur, mushtri, tu flet me shkum punë. Deshta edhe me përmend se në videon e fundit më keni shkryt komente në për shortca edhe kështu në video se kerri Mercedesin 2016 e ka pas funksionin me lëshu klimën në përmjet aplikacionit, pi larg. Po, edhe unë kur nuk më thonë se tjerat kjerë nuk e kanë. Unë e spjegoj se e kam Teslën qëtu edhe e spjegoj për ata që kanë Tesla, që e kanë blet shtash, që dojnë me ditë ma shumë, ose për ato që dojnë me ble ndonjëherë një Tesla, që me ditë se çfarë funksione ka, çish funksionon, se edhe vetë unë para se me ble Tesla me porosit, gati ma shumë se gjys viti, një vit kum këshyr video, normal të Amerikës e Gjermanis, se çish funksionon kjo me rrym mas pari me mush, njeri nuk di. E për që ata informohet në fillim. E kështu në gjuhën Shqipe, unë nuk pa në i kanal që i spjegon qëto sene, e për që ata po munona me mundin tem qatë sa muj. Sa për teknik, interior, unë e di se Mercedesi, për shembull, EQS-i, mdo këtë e pat, e ka displejnë për para fenomenal. Sidomos kjerët kinez, qëtash që pishof, interiorin me masazh, me sen, me monitora për mas për para. Fantazi. Bile e kum livdu edhe shumë Xpeng ose BYD, sidomos BYD u mush tash, jam të par ma shumë Tesla ma shumë BYD se Tesla në për vjen. Për interior, për teknik, muj me thonë, ka kjerë plot që i kanë njësoj edhe bile matë mira. Po, për 3 sene, edhe qëto sene kum cek, që Teslës halo kërkush së nja kalon. Edhe 10 vjet, 20 vjet me kalu, jo. Softveri, servisi edhe superchargerat. Qëto janë 3 sene që e dalon Teslën për tjerave kjera shumë. Jam pro kjerave elektrik. Dizela, benzina nuk më pëlqejnë ma, edhe kur ma unë nuk muj me vozit dizel edhe benzin. Ato që e vozitin kjerën elektrik e din. Ato tjertë do të me provu edhe tani me fol. Pse ka me bo një video ku do t'i kalzoj edhe arsyet se pse unë e ma kur nuk muj me zhdryp me vozit kjerë me materje djekësit, do më thonë me benzin edhe dizel. E cilat janë ato sene që e dalon Teslën për tjera kjera elektrik, i thash, është servisi, që do më thonë prej porosit, kur ta porosit në përmjet internetit, e deri sa ta mirni, e deri sa që nëse ka nëjë problem, sen i ki në secilin qosh, në secilin qytet, unë jam i fascinum se qysh funksionon servisi i Teslës. Softveri ma Elon Musk e ka SpaceX-in, që do me shku në Mars, e që i ka satelitat e vetë në përqie. Softverin me update-at që i ban non-stop, permanent je up to date që ja bojnë, dhe më thonë me senet ma të reja që vinë, qysh funksionon, është për mu mos më krasu me tjerat firma, marka. Edhe treta, veç superchargera që thash, që i ka të vetat, edhe veç janë të ushtu, edhe e kanë mbulu komplet Evropën, Amerikën, se cilin kontinent, dhe me thonë, nuk i ti nevoj me ba kredit karta, kartela, kartat veçanta, zdishka,
ti e ki superchargerin e Teslës, veç shkon e kap edhe e shti me mush në rrymë. E qëto kur t'i bajnë edhe tjerat, Xiaomi, Huawei, zdi shka, kur t'i bajnë qëto, atëherë jap dorën edhe u kry. Unë po foli si Tesla, si markë. E ka që deshta me ju thonë veç për fillim, se deshta me ju të regu se qësh funksionon sot me këshyr televizor, e sot kena me këshyr futbol. Këshyr në videon në vazhdim. Edhe mos harroni me bo like edhe subscribe. A e dini qësh muni me këshyr televizor në kerë? E sidomos qëtash kuro kampionati botëror, të kanë ardhë bijat, të ka mu shpia, do me këshyr lojen në rahati, i këte Tesla shko. Apo të kanë alë rryma, trap, shko te Tesla këshyre lojen. Po zoti mu se boft edhe të ka prish televizori, shko te Tesla këshyre lojen. E me këto po du me thonë se përveç se aplikacioneve që janë për streaming, që do me thonë ato si Netflixi, Prime, Apple TV, që dush me pas një abonim, ku ato mund është me këshyr sa herë, mund është edhe në përmjet internetit, me hi edhe mi pa televizor nëse i jipet në përmjet internetit live. E qysh bëhat kjo, ju kalzoj qëtash. Sa për informat, sot është i 4 e shton, Samstag i thuhet këtu, 8 ora e 6 minuta, momentalisht është të lujt Maroko me Kanadën, edhe une po du me këshyr gjysën e dytë, parën e këshyra në shpi, dytën pe këshyr me në kerë, se pak të shpia kanë ardhë bijat. Do me thonë, te entertainment, shkojna këtu te aplikacionet, edhe i shof me se ka plot aplikacione. Këto mujna mi fol edhe në tjetër dit, po sot shka në intereson është kino. Shkojna te kino, edhe këtu e kemi Netflixin, e kemi YouTube, e kemi Twitchin, i kemi tutorials, mundet edhe do tjera se në mu instalu, ato mu mi ja kalzu në tjetër herë. Për shembull në Netflix, shkoj në Netflix, këtu do të me pas akontin e vet, YouTube ma, do me thonë edhe këtu muni me këshyr YouTube. Do me thonë që i let YouTube-i, edhe këto programet stream, si kur Twitch-i e tjerë. Mirë po, na po dojna me këshyr futbolin, kështu që shkojna te brosa, brosa është interneti. Edhe qelet interneti, sikur njësoj, sikur në laptop, në kompjuter. Këtu e lypmi, unë e këshyra në Austri këtu, Servus TV, thirët programi që jep lojat, ose ORF nishi, po një loje japin ato, një loj këto, kështu që sonte është në Servus. Servus TV, e lypmi edhe qelet kjo. Shkojna në online streams, që ku po shkruan live Kanada vs Maroko, edhe në normal që tash janë reklamat, e bojna live. Edhe pe shifni që është loja që ja ka fillu e dyta, edhe rezultati 0-0. Dojna me ba matë madhe, e këshyrna komplet lojen. Jallë shojna zonin edhe sikur në stadion. E lëshon karikën pak të mas, merë edhe në e pije këtu edhe knashët, që. Pra njerëz që shepat jo veç për futbol, po edhe internet, nëse kur doni, do me thonë e keni komplet
laptopin, kompjuterin me veti, çka doni e pat se mundi me lyp sikur në kompjuter që e lyp linkin edhe qelet faqe, ato muj me ja u tregu edhe na tjetër herë, po qëtash s'po moj se po du me këshirë lojen. Pra, hajde, që kjo ke veç një video e shkurt, sa për me ju kallëzu se e ka edhe internetin, sikur laptopin me pas me veti, e une po vazhdoj me lojen. Hakimi. Da kommt die Variante! Oh, Maroko! 1-0! Ja, që, sa thash për të mirë? Kapitän Achraf Hakimi. Hakimi! Auf der Anzeigetafel. Das Spieltor. Jo që na i sem, po, ma mirë Maroko se Kanada. Noch 45 Minuten lang wenig investiert hast. E sa kështu e thonë, Auch perfekt gepasst. Hakimi. Auch mit einer guten mushtri edhe më knaq. kommt. Edhe shkruni në i koment nëse, në ide nëse keni. Mos që vje marre. Ab 16 Meter. Njerëz, kena ardhur me këshirë Zvicrën me Kolumbinë. Nuk i kena adresat e Zvicrës, po i kena të Shqipënisë. Kalze ti. Kjo e ka të Zvicrës, kjo e ka original. Kalze. Për mas, kanë e ki për mas? Gjaka. Kjo e ka të bardh. A këtu e kena Mavraj. Mavraj. Veç inshallah fiton. Bojanis. Jashari edhe Gjaka i kena. Ama s'pas ka shumë njerëz. Pak, qëtu do të Kolumbisë. Dann noch einmal 15 Minuten. Und dann kommt vielleicht was die Mannschaft natürlich auch